Sot në Suharek nuk u hap vetëm një fabrik. U hap një kapitull i ri për industrinë në Kosovë. Cat Group, një investim i madh nga diaspora që pritet të rrisë prodhimin vendor dhe të hap vende të reja pune. Një projekt që sjell teknologji moderne, standarde të reja dhe një sinjal të fortë se Kosova po bëhet terren serioz për industri dhe prodhim. Mirë dita dhe mirë se vini në hapjen e madhe të fabrikës më madhështore, më moderne, me standarde më të larta në industrinë e materialeve ndërtimore dhe izolimit. Mirë se erdhët në Cat Group. E pronari i kësaj fabrike, Xhavit Krasniqi, e cilësoi këtë projekt si një kthim në vendlindje dhe një investim për të ardhmen e vendit. Edhe nëse vazhdojmë të punojmë me të njëjtën përkushtim, me të njëjtën besim dhe me të njëjtën respekt për punën, siç tregon rezultati sot, atëherë rruga jonë na çon drejt projekteve të tjera të rëndësishme për vendin tonë dhe për të stabilitetin ekonomik. Sepse sot po hapim vetëm një lini, por sot hapim edhe një kapitull të ri, kapitull të besimit dhe bashkëpunimit shoqëror. E në këtë inaugurim mori pjesë edhe presidentja e vendit Vjosa Osmani, e cila e theksoi rëndësinë e këtij investimi për zhvillimin ekonomik dhe industrinë vendore. I nderuar kryetari i komunës zoti Muarremaj, i nderuar zoti Krasniqi, i nderuar zoti Rafuna nga Oda Ekonomike e Kosovës, të nderuar përfaqësues të Domës së Tregtisë dhe Industrisë, të nderuar afarist nga Zvicra dhe vendet e tjera evropiane, shumë të dashur të pranishëm këtu nga Suhareka dhe vendet përreth. Ekonomia e një shteti nuk ndërtohet vetëm me politika, por edhe nga guximi për të investuar, nga vizioni për të krijuar dhe nga forca e sektorit privat i cili idet i shndron në zhvillim konkret, nëpërmjet cilave pastaj përfiton secili qytetar i yni. Sot jemi këtu pikërisht për ta dëshmuar një shembull të tillë. Një moment që simbolizon fuqinë transformuese të biznesit privat në ekonominë e Kosovës. Hapja e biznesit Cat Group këtu në Suharek është një sinjal i qartë se Kosova po hyn në një fazë të re të zhvillimit ekonomik dhe industrial. Ndërkaq, kryetari i komunës së Suharekës, Bali Muarremaj, foli për ndryshimet që po ndodhin në këtë komunë dhe rëndësinë e krijimit të vendeve të reja të punës. Familja Xhavitit e ka dhënë një kontribut edhe në luftë, edhe pas luftës, pasi që një familjarist. Këtë kompani e kom investuar disa herë dhe kom marrë lakmi, për arsye se në komunën e Suharekës çdo të shtohen vende të reja të punës, unë besoj që me këtë kompani shumë shpejt do të kemi edhe të kryet vende të reja të punës. Nga ana tjetër, kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Lulzim Rafuna, e cilësoi këtë investim si një hap konkret drejt forcimit të industrisë dhe rritjes së konkurrencës. Ndërsa me prezencën e tij na ka nderuar edhe kryetari i Odës Ekonomike, Lulzim Rafuna, i cili njoftojmë për një fjalë rastim. Si kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, mbetem i përkushtuar për të kontribuar, për të avokuar dhe për të mbrojtur interesat e biznesit që të kemi një ambient sa më miqësor të bërit biznes në Republikën e Kosovës. Me këtë rast, edhe njerë dëshiroj të i përgëzoj drejtuesit e kompanisë, zoti Krasniqi me familjen e juaj, për guximin dhe për kontributin që po japni jo vetëm në komunën e Suharekës, po edhe për shtetin tonë. Kështu që ju prifte mbara, faleminderit shumë. Në mesën tonë janë edhe shumë meqe bashkëpunëtor nga Zvicra. Një ndërta është edhe një mysafire speciale, Frau Gundrun Linder, të cilën e ftojmë për një fjalë rasti. Hallo miteinander. Ich freue mich, dass ich noch ein paar Worte privat dazu setzen darf. Und vielen Dank für die Übersetzung, dass wir
Një moment emocional gjatë ceremonisë solli edhe bashkëshortja e pronarit Shqiponia Krasniqi, e cila foli për rrugtimin dhe sakrificat deri në realizimin e këtij projekti. E pas çdo vizionit të madh qëndron një forcë që e mban gjallë atë. Një forcë që nuk shihet gjithmonë në sipërfaqe, por që pa të nuk do t'i shtem mundur. Dhe sot kemi privilegjin të ndëgjojmë një pjesë të asaj force dhe kam shumë kënaqësi ta ftoj në skenë Shqiponia Krasniqen. Ka pasur ditë të vështira, ka pasur sakrifica që nuk e kemi treguar askujt. Ka pasur momente kur rruga duke shumë e gjatë, por ndoshta edhe pamundur. Por ishte diçka që nuk na lejoi me u dorëzu asnjëherë. Dhe sot, kjo që po shihni këtu, nuk është vetëm një biznes, është histori, është sakrificë, është dashni, është Kosovë. Ky investim nuk sjell vetëm prodhim, sjell besim se Kosova mund të ndërtojë, të zhvillohet dhe të krijojë të ardhmen e saj.